أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahun xhalla shanu e falendrojmë, salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij të ngushtë, shokëve të tij fisnik dhe trima dhe mbi ata muslimanë të cilët e ndjekin dhe kanë me ndjek këtë islam deri ditën e gjykimit. Fillimisht e lutim Allahun xhalla shanu që Allahu këtë ditë të agjërimit, punët e mira, adhurimet e tona në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, Allahu kabul dhe makbul të na bën. Ditët të cilët na kanë ngel deri në fund të këtij muajit me këtë mysafir të Allahut, Allahu të na lehtëson. Po ashtu neve Islami na ka mësuar se nëse dikush ta bën një punë të mirë apo të nderon, duhet me i thonë Allahu të shpërbleft. Andaj ne lutim Allahun që Allahu të shpërblen hatibin, imamin, këshillin e xhamisë, por dhe ju si xhamat për sabrin të cilët do ta keni këto disa minuta me ne. Shumë miqtë, ky mysafiri Allahu xhalla shanuhu na ka tregu kur ka ardhur fillim të Ramazanit. Një nga miqtë e këtij mysafirit të Allahut, një nga miqtë e Ramazanit, është një hadith ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë: "As-siyamu wal-Qur'anu yashfi'ani li sahibihi yawm al-qiyamah." Edhe agjërimi, edhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për njeriu në ditën e Kiametit, do të bëjnë shefat. Nuk do të flas unë tash për agjërimin, as nuk do të flas për Kur'anin, por do të flas për këtë fjalën yashfi'ani, do të ndërmjetëson ditën kur do të dalmi para Allahu xhalla shanu. Ne besojmë se është një ditë që është yawm al-hisab, ditë e llogarisë, ditë kur do të dalmi para Allahut, do të i prezantojmë, do të na prezanton Allahu xhalla shanu çdo punë të mirë apo të keqe. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ai cili ka punu një punë të mirë edhe nëse është sa grimca atomit, do ta shef, do ta shohë me sy ditën e Kiametit, por edhe nëse ka punu ndonjë punë të keqe, edhe nëse është ajo sa grimca atomit, edhe atë do ta sheh para vetë ditën e Kiametit. Padyshim se ditën e Kiametit është një ditë shumë e madhe për mëkatarët, për gjunahçarët, për njerëzit prej të Ademi a.s. deri te njeriu i fundit. Është një ditë ku thot pejgamberi a.s. ku do të dalin njerëzit para Allahut, do të qëndrojnë 50.000 vjet. Do të qëndrojnë 50.000 vjet, dillin do ta kenë afër. E është një hije, aty është një hije e arshit të Allahu xhalla shanu, që Allahu do t'i fusë 7 lloj grupe të njerëzive. Një nga ata është edhe njeriu i cili zemrën e tij e ka të lidhur për xhami, sikurse që jeni edhe ju. Mos mendoni se ardha juve në xhami është kot, jo vallahi. Çdo minutë ju çka qëndroni në xhami, me laçët bëjnë dua duke thonë: Allahumma kfir lahu warhamhu. O Allah fale, o Allah mëshiroje. Deri kur? Derisa delni nga dera e xhamisë. Andaj ndeja juve në tash, në këtë moment, shkruhet sikurse me fal namaz, ibadet. E njeriu i cili e ka zemrën e tij të lidhur me xhami, padyshim se këto njerëz do të hinë në arshit e Allahut. Janë 7 lloj grupe të njerëzve. Nuk është tema aty, tema është shefati i njeriu që do ta ketë ditën e Kiametit. Andaj dilli do të jetë 1 milë, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. E kjo 50.000 vjet do të jetë për gjunahçarët, mëkatarët, ditë e madhe, ditë që do të zgatet shumë. I kanë thonë: po ja Rasulullah, po muslimonin, e për muslimonin i cili punë të mira ka ma shumë se të këqija,
kjo ditë do t'jete sa qëndron njeriu duke e prit namazin me fal. Mas që i fal sunetet ti, sa qëndron për me thiri kameti, 1 minutë, 2 minuta, 5 minuta, 10 minuta. E qash për muslimoni do t'jete kjo ditë e shkurt, për ati cili veprat e ti ja kalojnë ata të këqijat. Por është fjala këtu për ata të cilët veprat e ti janë më shumë të këqija sa të mira. E për këto thot pejgamberi alayhi salatu selam, të cilët do të kenë gajle dhe stres dhe dert, e keni pa në dunjë, që një shembull në dunjë. Njeriu kur ka gajle, kur ban dhe një mëkat, dhe një gjuna, kur të hinë mesin e burrave, edhe dikush ja din mëkatin atij, ja din gjunajin atij që e ka bo, edhe tash, edhe e përmen si gjuna, po nuk ja përmen emrin, ai njeriu e shtin vetin siklet, edhe ja nis mu dridh, apo ja nis mu skuq, edhe ja nis djersët e ti me dal. Po njeriu i cili nuk është kabatli, njeriu i cili është namazli, njeriu i cili ka punë terezi, ky njeri nuk do të ketë stres edhe të lashe para Allahut ditën e Kiametit. Kush do të kenë stres? Ata të cilët veprat e tij janë më shumë të këqija sa të mira, ata do të kenë stres. Për ato pejgamberi alayhi salatu selam, ditën e Kiametit është një ditë e madhe, është një ditë e gatë, që do të jetë 50.000 vjet, edhe djersët e njeriut ka për tyre do të ambulojnë deri te zogi i komës. E dikan do të ambulojnë deri te gjujt e ti, e dikan deri në bres, e dikan edhe do të kete mundësi me notu, po ato djersët nuk janë të fladishme, ato djersët e ti do të jenë nxehta sikurse uji që i vlon. Andaj sa më shumë derte, sa më shumë gjuna, aq më shumë do të djersitet njeriu para Allahut ditën e Kiametit. E tash, kjo ditë do të jetë ditë e gatë. E njerëzit do të vinë edhe do të shkojnë te Ademi alayhis salam. Do t'i thonë, o ti Adem, o pejgamberi i Allah, ti je njeriu baba i njerëzimit. Allahu xhalleshanu ka kriju me durët e ty edhe ta ka dhënë shpirtin. Andaj çu dhe na ndërmjetëso te Allahu xhalleshanu. Kjo është ndërmjetësimi i parë kur njerëzit do të dalin para Allahut, edhe do të shkojnë prej te Ademi alayhis salam deri te njeriu i fundit, do të shkojnë te Ademi alayhis salam, do të kërkojnë ndërmjetësim, shefat. Do të shkojnë te Ademi alayhis salam, do të thonë ti je baba i njerëzimit, Allahu xhalleshanu të ka kriju me duart e tij, edhe engjëjt me laçët kanë rënë sejdë ty, andaj ti i pari çka duhesh me lip ndërmjetësim te Allahu subhanahu wa taala. Ademi alayhis salam i thot, Zoti jem u ka zemru me mu, e këtë zemrim nuk e ka pas asnjëherë, këtë zemrim, këtë që u ka zemru me mu, thot nuk e ka pas asnjëherë Allahu xhalleshan, as para as mas. Thot nefsi, thot e kam gajlën vetën time. Se cili njeri do të kete gajlën e vetë para Allahu xhalleshan. Ademi alayhis salam thot nefsi, thot largohuni, thot sepse unë e kam gajlën vetën time. Por thot shkoni te Nuhi alayhis salam. Njerëzit do të shkojnë te Nuhi alayhis salam. Ademi alayhis salam thot, Allahu ka zemru me mu për shkak se e kam bën një mëkat. Thot Allahu xhalleshanu më ndaloi një pemë me hëngrën në xhenet, erdhi shejtani dhe më tha, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaina aw takuna min al-khalidin. Shejtani erdhe i boni vezvese dhe ju tha, nëse ju e hajni këtë pemën, kini me qëndru përgjithmonë në xhenet, apo dhe kini mu bu me laçe. A dhe shejtani tha, wa qasahuma inni lakuma la min an-nasihin. Thot vallahi, ju boni beje, shejtani tha, unë jam për atyre që ju këshilloj. Shikoni. Edhe Ademi alayhis salam me hongri këtë pemën, edhe Allahu xhalleshani i nxjerrën nga xheneti, se ja ndaloi. Edhe për këtë shkak Ademi alayhis salam ju thot popullit, thot unë Allahu u zemru për shkak se e kam bën këtë mëkat, po thot shkoni te Nuhi alayhis salam. Njerëzit do të shkojnë te Nuhi alayhis salam dhe do të kërkojnë për tij shefat, ndërmjetësim. Edhe Nuhi alayhis salam do të thot njëjtën fjalë si ta Ademi alayhis salam, Allahu ka zemru
Allahu u ka hidhru me mu, edhe këtë hidhrim nuk e ka pas as pon rasmas, nuk do ta ketë këtë hidhrim. Çaq fort që u ka hidhru Allahu me mu. Thot sepse edhe unë e kam bën një mëkat. Se thot çdo pejgamber e kanë pas një lutje të pranumte prej Zotit. Çdo pejgamber e kanë pas një lutje që ajo lutje është akon direkt i pranum prej Allahu xhalleshanu. E thot çdo pejgamber e kanë shfrytzuar një lutje, thot unë e kam shfrytzuar lutjen time, pranimin e lutjes kundra popullit tem. Me shkatru popullin tem. Se 950 vjet nuk e ka ngu, edhe ka bo dua që me shkatru popullin e vet. Edhe thot Allahu xhaleshanu ka zemru thot me këtë duan time. Po thot shkoni te Musa a.s. Shkoni te Ibrahimi a.s. Kur shkojnë te Ibrahimi a.s. dhe i thojnë ti je baba i pejgamberëve. Ti je miku Allahu xhaleshanu. Allahu xhaleshanu Ibrahimit a.s. i thot Khalilullah, mik, dost. Se edhe akon gjymert prej pejgamberëve akon mas shumë të gjymert Ibrahimi a.s. Edhe i thot Ibrahimit a.s. populli, thot ti je baba i pejgamberëve, andaj lutë Allahu me na ndërmjetësu. Ibrahimi a.s. thot unë e kam gënjy në dunjë 3 herë. Thot edhe Allahu ka zemru me këtë gënjeshtrën time. Po thot shkoni te Musa a.s. E çka ishte gënjeshtra Ibrahimit a.s.? Ai ka gënjy për të mirë, ama i ka ardhur marrë me shku me ndërmjetësim te Allahu xhalleshanu. Thot unë fillimisht kur populli jem, familja ime më tha që me shkue me festuat te ato putat e mëdhej me shku me festu, ju thash atëherë se unë jam sekim, unë jam ismur. Nuk kam mundësi marrë, edhe pse ta isha ishnosh. Po e kisha me qëllim që ata të shkojnë dalin prej qytetit me shku atje në shesh, edhe unë tim ta marr atë tokmakin edhe ti thej ato puta që ata i adhurojshin. Edhe e dyta, unë i theva ato putat edhe atë tokmakin që kiqin ja lash taj puti më i madh. Kur erdhen njerëzit me thon kush i ka thënë putat, unë ju thash filoni, ai puti i madh. Ai statuja e madhe, ai i ka thënë këto dvoglit. Tha dhe aty gënjeva e dyta. E treta, kur shkum në Egjipt me gruan time me Sarën, më tha, çka e ki ketë? Tha, i thash motra ime. Edhe e la, edhe nuk e murë dhe më thonë për robrejsh. Thot 3 gënjeshtra i kam bon jetën time, edhe kam turp me shku Allahut me litë ndërmjetësim, po thot shkoni te Musa a.s. Shkojnë njerëzit e Musa a.s. dhe kërkojnë prej Musa ndërmjetësim. Edhe Musa a.s. thot, u ka zemru, u ka hidhru Allahu me mu, thot këtë zemrim, këtë hidhrim Allahu nuk e ka pas asnjëherë. Sepse thot e kam bon një mëkat. Çfarë mëkati thot? E kam bon një mëkat sepse e kam vra një person, e kam vra një person pa urdhër të Allahu xhalleshanu. Jo që me dashje, po duke i da ata njerëzit se ka qenë njën nga dushmant e Musës, e njën nga populli i Musës, duke i da këtë e ka shti edhe ka vdek. Thot edhe e kam vra pa lejen e Allahut, edhe thot i kam marrë me shku me i lipa Allah ndërmjetësim. Po thot shkoni te Isa a.s. Shkojnë te Isa a.s. Këtë njerëzimi, ditën e kiametit, Isa a.s. e thot edhe ai njëtën fjalë. Edhe ai thot edhe unë kam turp me i lutë Allah se kam bon një mëkat, po mëkatin Isa a.s. nuk e përmend në këtë hadith. Po thot çka? Shkojnë te vule e pejgamberisë. Ta zhven te vule e pejgamberisë, e pejgamberëve, te Muhamedi a.s. Te pejgamberi jon, te pejgamberi i fundit, Khatemun Nebijin. Kur shkojnë te pejgamberi a.s. i kërkojnë shefat, pejgamberi a.s. del, shkon dhe i bjen sejdë Allahut në arshin e tij, në arshin e tij. I bjen sejdë Allahut, Allahu xhalleshani thot irfa tushfa, o Muhammed. Thot ti je kon pejgamberi i Allahut. Ti e kon pejgamberi i fundit. Ti ja nisi Allahu xhaleshan me lavdru pejgamberin alayhis salam, thot çohe kokën dhe lip shefat ndërmjetësim pse ke ardhur. Pejgamberi alayhis salatu selam thot kam ardhur me bo shefat me ndërmjetësu për këto umetet prej të Ademi asën deri te i fundit me na pyet, me na bo sual. Atëherë Allahu xhaleshan ja nis me i bo sual një ka një. Një ka një. Ditë e madhe, ditë e vështirë. Por Allahu xhaleshan do të jetë i mëshirshëm. Është ditë më shumëti që do të jetë i mëshirshëm Allahu ditën e llogarisë. Njerëzit më shumëti që do të gëzohen
gjunahçar që do të gëzohen mas shumë ti, është ajo ditë kur do të vjen në punë e ti dhe ka me të ndërmjetësu para Allahu xhelle shanu. Se ka në ditë ndërmjetësime. Ndërmjetësim për ata që do të hinë në xhenem, ndërmjetësim për ata që rrugën e kanë për me shku në xhenem. E rrugën ata që kanë me marë, kanë me kalu urën e siratit, të pejgamberi alayhi salatu selam, do të vjen agjërimi. Këtu tash vim. Vjen agjërimi, vjen Kur'ani dhe kanë me lip shefat për ty, o musliman. Që ti e ke largu hajën dhe pijen, e ke largu knasit e kësaj bote, epshin, e largu nga syri i keq, nga pamja e keq, nga harami, je largu nga fjalët e këqija, je mundu ku të marrësh abdes ujin mos me shkue në barkun tanë. E kush e ka bo këtë iman, kush e ka bo këtë dalim, e ka bo iman jot, besimi jot. Sepse e din se një ditë për ditëve Allahu ka me të ndërmjetësu me qëtë agjërim. Kur ti ke me kalu urën e siratit dhe ti ke me pas rrugën për me hinë xhenem për shkak se punë të këqija i kanë mujtë ato punë të mira, edhe vjen agjërimi dhe i thot o Allah, po filoni be ishte me ne agjërushëm, po filoni be ishte me ne në xhami. Qish ka mundësi kjo e kalon hajën dhe pijen, i kalon epshen, i kalon të mirat të kësaj bote, i kalon fjalë të këqija, punë të këqija, s'ka shiku haram, s'ka prejk haram, vike në xhami, ngoj ke dirse, lexoj ke Kur'an, e si ka mundësi me hinë xhenem. Atëherë Allahu xhelle shanu për hatër të kësaj agjërimi që ka e bëjmë ne, thot shko dhe nxjerre edhe çoje ka xheneti. Allah i na bëf nasip ja Rab. Edhe Kur'ani po ashtu ka me thënë o Allah, po sive ka mundësi filanin me shku në xhenem, po ky u çoj ke në 2 natën, 3 natës, e mirë ke Kur'an, e lexoj ke një faqe 5, 10, e lexoj ke ka një gjus. E si ka mundësi ky që e lexoj ke fjalën tane, e sot me shku në xhenem? Atëherë Allahu xhelle shanu do t'jep leje Kur'anit me ndërmjetësu për këtë njeri. E shefati dytë i pejgamberit alayhi salatu wassalam do t'jete kur njerëzit Allahu xhelle shanu do t'i ban shefat, edhe do t'a shef një grup që kanë me hinë xhennet 70.000 veta pa llogari, pa bo hisab. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ditën e kiametit do të vjen pejgamber të Allahu me shumë pak xhamat. Do të vjen një pejgamber ndoshta as 10 s'ka me pas. Do të kalon. Do të vjen një pejgamber që ka me pas 2 xhamat. Do të kalon një pejgamber që ka me pas 1 xhamat, ka me kalon një pejgamber që ka me pas as 1 xhamat. Se ka ngu askush. Thot ka me pa një publik, me thonë, do njerës kallabëllëk, edhe i tham pejgamberi alayhis salam, kam i thonë me laçeve, ku shajnë ata? Thot ata janë një popull tjetër. A është umet jem? Thot jo. I thot Allahu xhelle shanu. A është umet jem? Thot jo, nuk është umet jot. Thot ktheje kokën te nalt, në horizont. Thot e shef çat ku janë atje zi njerëzit. Thot çaj është umeti jot. Çaj është umeti jot. Edhe pejgamberi alayhis salatu thot ummeti. E këtu pejgamberi alayhis salatu selam do ta shfrytëzon duan e tij që e ka pas pranuar prej Allahu xhelle shanu. Edhe ka me bo shefat pejgamberi asem. E thot pejgamberi asem 70.000 veta do të hinë në xhennet pa llogari, pa hisab. Atëherë Allahu xhelle shanu do t'i thot, shko merri ata edhe futi ka dera tjetër. Ka në djath bashkë me te ki me hinë në xhennet. Edhe pejgamberi alayhi salatu selam njerëzit xhennetli ka me shku te Allahu, po s'kan me mut me hi as kush në xhennet. Pa lejen e pejgamberit alayhis salam. I parë i cili ka me hinë xhennet është pejgamberi alayhis salatu selam. Kur ka me shku te dera e xhennetit, ka me troki derën e xhennetit, me laça e derës së xhennetit ka me thonë men ant, kush je ti? Ka me thonë ana Muhammed, unë jam Muhammedi alayhis salam. Thot o mirë tu, jam urdhëruar prej Zotit që mos t'ja hapi derën e xhennetit as kuj përpos teje dhe ummetit ton. Atëherë Allahu xhelle shanu do të hapë derën e xhenetit, edhe do të vjen pejgamberi asem, do të vjen ummeti i tij 70.000 veta që kanë me në xhennet
pa llogari, pa hisab, edhe pastaj ummet të tjerë. E dini sa do t'jetë vendi i muslimanëve në xhennet? 2/3 e xhennetit kanë me konë nga ummeti Muhamedit alayhi salatu wasalam. Xhamat e pranishëm. Xheneti është për muslimonin. Xheneti nuk është për hajvanin. Mos thuaj që është shtrenjt me hin xhennet. Është shtrenjt. Vetëm nëse pak i jap na zorën dunjë punojmë, shpresojmë te Allahu që më na bën nasib xhennetin. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, xhennet kanë me konë 120 safe. 80 safe do t'jenë nga ummeti jem. 2/3 e xhennetit do t'jetë ummeti Muhamedit alayhi salatu wasalam, që ne jemi nga ata, ummeti Muhamedit. E tash varet nga veprat e tona, si do të punojmë këtë botë. Nëse punojmë punë të mira, do ta kena shefatin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Se pejgamberi alayhi salam ka thënë ummetin tem, po du me pas në xhennet. E kush s'ka me konë nga ummeti Muhamedit alayhi salatu wasalam, ai cili ka më akthi shpinën sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kullu ummeti yadkhuluna al-janna illa man aba. Çdo kush nga ummeti jam ka me hin xhennet përposa ai cili nuk dëshiron. I ka thënë kush nuk dëshiron me hin xhennet, ka thënë ai cili më refuzon, e kthen shpinën time. E nëse ti je për atyre që e don pejgamberin alayhi salatu wasalam, nëse ti je për atyre që i fal sunete, ta di se ka me bo shefat pejgamberi alayhi salatu wasalam ditën e Kiametit. E treta, shefati pejgamberit alayhi salatu wasalam ka më konë për migjen e tij, Ebu Talibin, i cili e ka ndihmu këtë islam, i cili e ka ndihmu pejgamberin alayhi salatu wasalam, po nuk i ka besu Allahut. Momentin e vdekjes i vinë ato parije e Mekës, edhe i bajnë vezvese, i thonë, qysh ti për e le fejnë e baballarëve tonë, fejnë e gjyshëve tonë, për e le dhe për e ndjekë Muhammedin a.s. E pejgamberi a.s. thotë, o, mi gjajmë Ebu Talib, thuj la ilaha illallah tuflihu, thuaj la ilallah kime shpëtu që me pas argument para Allahut, me të shpëtu, me të nxjerr nga xhenemi, me të shtin xhennet. Ama shikoni çka bën shoqënia e keqe. Për këtë çka duhet me pas kujdes. Për ju edhe për vllatë të juve, çfarë shoqënie kanë. Edhe momentin e vdekjes nuk të lojnë rahat edhe ata të morin. Shoqënia e keqe të merr me vetin në xhenem. Edhe shoqënia e keqe e Ebu Talibit, çka ishte, ata vëllezërit mixhallarët i thanë çush ki me lën fenë e baballarëve, edhe pse ai do i kemë pranu islamin. Se ishte njëri i cili e ka ndihmu më shumë te pejgamberi alayhis salam për me shpërnda këtë islam, ama nuk besoi. Edhe shkoi si jo musliman, e tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, migja em do ta ketë xhenemi më të lehtë ditën e Kiametit, ka me bësh shefat për migjen tem, ku nallat, papuçet do t'i ketë nga zjarri e nga nxehtësia e që ka me pas ka kom trunt kanë mi vlu. Allah i na ruaj nga xhenemi. Thoni amin. E dënimi më të lehtë ka me pas mi xhen. Pastaj shefat do të ketë çdo pejgamber. Ditën e Kiametit për ummetin e vet. Pejgamberi alayhis salam ka me bësh shefat ndërmjetësim për ummetin e vet. Shahidi ka me bësh ndërmjetësim për 70 veta nga familja e tij. Ai njeri i cili ka humbë 2 apo 3 evlat të pejgamberit alayhis salam. Kanë vdek ato evlat e tij para bilykit. Edhe evladi Allahu xhalleshan do të thotë hini në xhennet. Ju dy që keni vdek në bilik, para se mi në bilik, kanë me arkat të dera xhennetit dhe kanë me thonë, o Allah, nuk ka mundësi me hi në xhennet pa e marrë ma babën dhe nonën me veti. Atëherë Allahu xhalleshan do të thotë, shkoni kërkoni babën dhe nonën, merrni edhe shtini në xhennet. Kush? Ata prindër që evlat e tyre kanë ndek para se me mrinjat moshën e biligit. 2 ose 3 ose më shumë. Kanë me bosh shefat musliman me zveti. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, musliman ku do të hinë xhennet. Kto është ajo shoqënia e mirë. Shikoni, muslimani shoku i mirë në dunjë, shoku i mirë ditën e Kiametit. Ku do të hinë muslimani në xhennet, ka me thonë, o Allah, po ku i kam ato musliman? Ku e kam ato shoqëni? A ta dini se edhe kjo ndeja do të përmendet në xhennet. Ka me thonë, po ku e kam filan haxhin? Ku e kam filan xhamatin? Ku e kam filonin, alonin? Allahu xhaleshan thot shikoni në xhennet. Kam me kërku xhenetlia në xhennet. Thot o Allah, po nuk e kam be. Nuk është bende në xhennet. Po shikoni be në xhenem.
mos ka shku helbet atje, mos punët e ti kanë qenë më të mdoja, të këqija se sa të mirat, edhe kanë me shku, kanë me i pa në xhenem. Kanë me thënë Allah, po si ka mundsi filoni me shku në xhenem, po e agjëroj ke me ne, lexoj ke Kur'an u falke, thot punët e këqija e kishim lu. Atëherë Allah, atë njeriu i xhenetlik ka me thonë, o Allah, pa ka be mundësi me nxirr nga xheneti. Po nuk ka lezet xhenet pa filonin, pa alanin. Atëherë Allahu xhaleshan do thot, shkoni nxerrni ata që kanë agjëru, ata që kanë lexuar Kur'an, ata që janë fal, kanë dhënë sadaka, nxerrni nga xheneti, nga xhenemi. Kanë me shku, kanë me nxerr nga xhenemi, edhe kanë me çu në xhennet. Edhe thot, a ka Allah? Thot, ja Rabbi, keti kina nxerr. Thot Allah, shikoni mëshira Allahut. Thot, shkoni nxerrni nga xhenemi edhe ata njerëz të cilët imanin e kanë sa një dinar të dunjos, një dinar, një cop iman kanë pas në dunjo, shkoni nxerrni nga xhenemi. Kanë me shku musliman, kanë me nxerr. Allahu ka me pyet, a lat dikan në xhenem? Thot, o Allah, keti nxerrëm, çka ishin pak musliman larami. Thot, shkoni Allah për strejtët, shkoni nxerrni çka kanë ata iman sa grind sa atomit iman, thot edhe ata nxerrni. Kanë me shku dhe kanë me nxerr musliman pi xhenemi. Allahu ka me pyet, a lat be mo? Thot, ketu Allah i nxerrëm. Atëherë Allahu xhaleshan në këto është rahmeti Allahut për muslimonin. Allahu xhaleshan thot, shefat banën pejgambert, shefat banën melaçët, shefat banën njerëz të mirë, shefat banën musliman, shefat banën punë të mira, thot, ka me shefat me bu Rabbul Alemini. Allahu xhaleshan. Allahu do të vjen edhe do të nxjerrë njerëzit nga xhenemi, ai njeri i cili e ka thonë jetën e vetë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Kur ai njeri i cili e ka thonë ke shahadet, po nuk ka bo shirk Allahu xhaleshan. Nuk i ka bo shok Allahu xhaleshan në adhurim. Nuk ka lut dikant tjetër, nuk është mbështet, e ka ditë gjunahçar, e ka besuar Allahut, e Allahu xhaleshan këto njerëz do t'i marrën nga xhenemi edhe do t'i shlihen në xhennet. Edhe kur do t'i shlihen në xhennet ka me thonë, a jeni të kënaqur? Njerëzit kanë me thonë, o Allah, çish mos më kon të kënaqur, kurse ti na ke zbardh tyrën, kurse ti na ke shpëtuar nga xhenemi. Atëherë Allahu xhaleshan thot, kënaqësia e xhenetlive është kur do ta shohin Allahu ditën e xhumës. Allahu na bëf nasib ya Rabb. Kënaqësia më e madhe e xhenetlive është kur do të shkojnë ta shohin Allahun ditën e xhumës. Allahun që sot fjalët e tij ja lexon, janë ngon hafizën duke lexu fjalët e Allahut. I beson Allahut, i kthehesh Zotit, ama se kemi pa. E në xhennet Allah ka me të paguajt për këtë ndjenje, për këtë iman që ka e ki pasti. E shkaqet, për mos më zgatë ma shumë, se është kjo teme shumë e madhe, janë 3 shkaqe, edhe pse ka shumë shkaqe, për me fitu shefatin e pejgamberit a.s. Për ti ta fitosh shefatin e pejgamberit a.s. janë disa shkaqe. E para është, thot pejgamberi a.s. Es'adun nas bi shefaati yawm al-qiyamah men qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Njeriu më i gëzuar për shefatin tem do të jetë ai njeriu i cili e ka thonë jetën e vetë la ilaha illallah khalisan, me zemër, me sinqeritet nga zemra e tij, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Sikur se që e përmendëm, pejgamberi alayhis salam, Allahu do të ndërmjetëson, edhe pejgamberi Allahu do të ndërmjetëson për ata të cilët e kanë thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. E dyta është duaja e ezanit, që ne shpesh herë bëjmë muhabete. A është sunet ku thirret ezani, me e pasu ezanin, me thonë si muezini. Ku thot hayya ala salah, hayya ala falah, me thonë la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. Mas ezanit me thonë dua, me thonë Allahumma rabb hadhihi at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammad al-wasilata wal-fadila wab'athu maqama mahmud alladhi wa'adta innahu la yukhlifu al-mi'ad. Me thonë Allah, o Allah, Zot i kësaj thirrje, Zot i këtij namazit që do të falet, jepi Muhammedit alayhi salatu wasalam el-wasile, një pozitë lartë, wal-fadile, një vend i posaçëm për një njeri që do ta ketë ditën e Kiametit. Ati s'ka mundësi me hije për pos pejgamberit alayhis salam. E thot pejgamberi alayhis salam, nëse ti e thu këtë dua dhe i kërkon Allahut që unë ta kem atë vend me kam Mahmud, që është vend i lartë
i posaçëm për një njeri, e thot shpresoj që t'jem une, nëse ti e lutë Allahun xhaleshanu, atëherë thot pejgamberi sa unë kam me bësh shefat për atë njeri. Shikoni, nëse e thu duan e ezanit, mas ezanit, çka dua mi kërku Allahut, që Allahu mi adhon atë wasile, wal fadile, wa maqam mahmud, me ngritë Allahu pejgamberin asem, edhe mi adhon atë vend i cili është posaçëm vetëm për një njeri, e lutë Allahun që o Allah, jepja këtë vend pejgamberit asem, nëse e thu këtë dua, atë pejgamberi asem ka me bosh shefat ditën e Kiametit. E treta është ai cili dërgon salavate, 10 herë në sabah, 10 herë në akşam. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Kush i ban 10 salavatën sabah dhe naksham, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, e kam obligim atë njeri me e bosh shefat, me ndërmjetësu për atë njeri. Edhe salavatet këto ka lloj-lloj salavate që janë përmend hadithe. Salavatet për pejgamberin e më të shkurtër hadith selam është me thon Allahumma salli ala Muhammad. Mundet me thon Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Vetën sabah edhe vetën akşam. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, bakhil, koprac, cicjafsh është ai njeri i cili ku përmendet emri jem nuk thot salli ala Muhammad. Shikon, koprac, për këtë çka është mirë, ku të përmendet në përderse, në për ligjerata, emri pejgamberit alayhi salatu wasallam, thuj Allahumma salli ala Muhammad, sepse nëse ti e shpeshton gjuhën tënde me bo salavat, Allahu xhalleshanu ka me t'i dhënë të mirat edhe dunjos edhe në ahiret, edhe ka me bo shefat te pejgamberi alayhi salatu wasallam. E kush nuk e meriton salavatat? Kush nuk e meriton shefatin? Ata që mallkojnë thot pejgamberi alayhi salam, mallkojnë dunjë. Shpesher mallkojnë. Allah i dvaft, Allah i çkatroft, Allah andaj gjuha e ti non stop që mallkon, thot pejgamberi sa ata që mallkojnë dunjë, ata nuk kanë pas shefatin tëm ditën e Kiametit. Edhe kush s'ka pas shefatin e pejgamberit ditën e Kiametit? Mushrikët. Ata të cilët kanë vdekur si jo musliman. Ata të cilët kanë vdekur si jo musliman, ata nuk kanë me pas shefat ditën e Kiametit. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'a. Ata të cilët thot Allahu xhaleshanu, thot friksoni asë dite dhe askush nuk do të mund të bëj asgjë në vend të tjetrit. S'kemë pas mundësi me bëu sevapin apo me i dhon sevap dinjot apo me amor gjunat. S'ka atje punë, atje ka vetëm llogari. Dhe nuk do të pranohet prej ti asnjë ndërmjetësues. Kujna mushrikut i cili ka vdek pa iman. Lusim Allahun xhalleshanu që Allahu të na ban kabul apo të na jep shefatin e pejgamberit alayhi salatu wasallam ditën e Kiametit. E lusim Allahun xhalleshanu që këto punë që i bëjmë ne, këtë agjërim, këtë sadaka, këtë Kur'an, inshallah lusim Allahun që këto të ndërmjetësojnë për neve ditën e Kiametit. Lusim Allahun xhalleshanu edhe një herë Allahu të na i pranon adhurimet e tona, duat e tona, namazet e tona, gjunatet të cilët jemi duke i bo me vetdi apo pa vetdi. Allahu magfiret na ban xhenat al-firdaus, nasib na ban amin wa akhidawan alhamdulillahi rabbil alamin.